Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte përsëriti se aleanca prehet përgjegjësi nga autoritetet në Beograd për ngjarjen në Kosovë, përfshirë sulmin në Banjsk dhe sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it gjatë tensioneve në pranverë të vitit 2023. Kam një marrëdhënie personale me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, njohim njëri tjetrin prej shumë vitesh, por natyrisht presim nga ai që të përcaktojë përgjegjësinë për atë që ndodhi disa vite më parë. Dhe kjo për dy çështje, për të dyja ka premtuar përcaktimin e plotë të përgjegjësisë, ka thënë Rutte. Këto deklarata Rutte ka bërë gjatë adresimit të Komitetit për Punë të Jashtme në Parlamentin Evropian, ku po ashtu konfirmoi mbështetjen për dialogun në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Rutte po ashtu theksoi se NATO është e përkushtuar ndaj situatës së sigurisë në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se aleanca ushtarake perëndimore nuk do të lejojë krijimin e një vakumi të sigurisë për Bosnjën dhe Hercegovinën. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë kanë qenë të rritura gjatë viteve të fundit dhe incidenti më i rënd është regjistruar shtatorin e vitit 2023 në Banjsk të Zvečanit, ku një grup serb është armatosur sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Në këmbimin e zjarrit që pësuan u vran 3 sulmues serb. Politikani nga Kosova dhe biznesmeni Milan Radojčić e mori përgjegjësinë për sulmin dhe prej atëherë ai ndodhet në Serbi, ku nuk është ndjekur penalisht deri më sot. Këtij incidenti të armatosur i kanë paraprirë protesta në veri të Kosovës të mbajtura në maj të po atij viti. Më shumë se 90 pjesëtar të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, kishte pësuar lëndime, disa prej tyre lëndime të lehta pas përleshjes me protestuesit serb në Zvečan. Dhuna në Zvečan shpërtheu pasi serbët lokal kundërshtuan hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale në Zvečan, Leposavić dhe Zubin Poto, komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, pas zgjedhjeve lokale të mbajtura për herë për këtë vit që bojkotuan nga serbët lokal. Për ngjarjet në Zvečan janë arrestuar dhe akuzuar 10 persona dhe disa janë dënuar me burgim pas marrëveshjeve me prokurorinë për pranimin e fajësisë. NATO ja ka kërkuar që përgjegjësit për të dy rastet të përballen me drejtësinë. Ai konfirmoi përkushtimin e plotë të presidentit amerikan ndaj NATO-s dhe i dërgoi një mesazh aleatëve evropian se vetëm mund të ndërrojnë, se mund të mbrohen vetë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Javën e kaluar, Trumpi tha se ka arritur me Rutten pajtueshmërinë për kornizën e marrëveshjes për Groenlandën. Para kësaj, gjatë një fjalimi në forumin ekonomik në Davos, udhëheqësi amerikan tha se donte bisedime të menjëhershme për të blerë Groenlandën. Ai e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për marrëveshje në këtë ishulli dhe gjithashtu ka argumentuar se Groenlanda i duhet sigurinë kombëtare.